Mirëmëngjesi, tash do të shikues ekranin, dëgjues Radio Slanën 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithë dhe në këtë mëngjes i cili ka gdhiri vrentur, edhe që temperaturat sot fillojnë të rriten krahasuar me dje, do të thënë mund të themi që është pak ndihet, do të thënë që në mëngjes që nuk është si dje dhe pardje, pra është më ngrohtë dhe temperaturat do vijojnë të rriten këto ditë, sot me 2 gradë, nesër pak më shumë, pastaj edhe më shumë, por të arritur të dielën që do të jenë goxha të larta, krahasuar gjithmonë me dje. Të dashur miq, ne sot jemi e enjte. Data është 22 janar 2026, eksakte ora është 7 pa pak sekonda dhe si çdo mëngjes të mos harroni dhe nxitoni dashur miq një orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema pikërisht për ditën e sotme? Një mësues punon edhe privatisht me nxënësit e vet. Është kjo një zgjidhje ekonomike apo konflikt interesi? Pra, një mësues punon edhe privatisht, do të thënë kurs privat, me nxënësit e vet. Tani kujdes. Duhet parë nga dy anët. Kjo është një zgjidhje ekonomike, pra të farë rroge që merr mësuesi, apo ka konflikt interesi? Janë nxënësit e vet, se duhet bëj kurse. Ka argumenta dhe tjera, kështu që bujrum në 069 40 41 003, ndërkohë që duke mos harruar për të falendëruar Zotin që na zgjodhi sot, e shijojmë të ditë ashtu siç ne mendojmë. Pra, ditën e shijojmë siç e mendojmë vet. Mendo mirë të gjesh mirë. Mbajini vakt në veshkë. Na shoqëroj gjithë jetën. Sot mirë mrekulливare. Me telefonatën mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Flisni? Naimi nga Shkoda, i mësues i dan pensionin. Profesor Naimi si je? E kuptoj edhe bine me kis servira një emision me bidonin e rakisat i nxënësit. Edhe një herë me bidonin e rakisë, se kuptova? Me fitohet për 7 mars me zonin korrespondent. Po, më kujtuam. Unë jam e Naimi. Respekti. Mirë ke qenë profesor. Unë falemnderes të përnderoj edhe për emisionin. Pa të qef dëshoja të Flisja për këtë temë. Urdhëroj dash. E para, nga eksperienca ime si mësues, nuk kam pranuar me bë asnjëherë orë mësimi privat. Po pse, është gjë e keqe? Ata kanë thënë arsyen. Ma kallzo. E para se kam kuptuar se është konflikt interesit. Ai s'ma keq me dhënë mësim privat në shkollën ku ti merr rrogën. Po mirë, ti do të thënë. Okej, ti nuk po vjen profesor. Ja, ti po bën kurs apo jo? Dije të them diçka tjetër. Unë kam pasur edhe ofertë nga drejtori i shkollës teknologjike. Po mirë, në rregull. Apo rroba qepsi. E më ka thënë bën mësim privat tu. Edhe në mësim anëse, e tham, është konflikt interesi dhe s'kam pranuar. E kuptoj. Ma pa kam pranuar me punu rroba qeps si punëtor. Jashtë të mësimit për të dy punësu. Dhe ma duk të eko ma halal, me e fitu. Me që kuptoj çfarë thot. E qartë. Pra, do më thënë, ti e quan konflikt interesit pastër. I pastër. Në rregull, profesor. Të falenderoj shumë i dashur për telefonatën dhe të uroj gjithë të mirat, shëndet e mbarësi. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. E ka lënë hapur. Po hamin se mërse ty po të kam të... Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kush jeni nga Flisni? Unë jam Vera. Po. Shiko, ajo sigla me ati gjelin, ajo ishte madhështore shumë. Vërtetë? Se pash? Po thuaj se më trembi, gjysëm Hollywood, gjysëm. Nëse ishte simpatike. Po, mi rrofsh. Aldo, jemi tek konflikti interesit, është... Po pse i quan konflikti interesit, di? Po, kjo është një çështje e tillë. Urdhëro. Si është përcaktuar në kontratë. Do me thënë... Ç'kontratë? Po në ligj, more, si e ka ligji. Në qoftë se ti je mësues, janë përcaktuar në rregullore. Nëse ti je mësues, ke të drejtë të japësh mësimësve të cilëve ti ju jep mësim në shkollë. Po. Tani si është përcaktuar kjo në rregullore? Nëse kjo është përcaktuar në rregullore nga Ministria e Arsimit, që nuk ka të drejtë, atëre nuk ke pse ta shkelësh. E qartë, po mirë, domethënë Po, ndryshe unë, nëse kjo nuk është përcaktuar në rregullore, ose çfarë të duash,
Po mirë, dakord, ka dhe një gjë, me atë rrogë do mbaj familjen mësuesi? Po në rregull, pra si është përcaktuar në rregullora? Po shife. Përcaktuar në kontratë. Po, kjo duhet të përcaktohet, së pari duhet filluar çështja kështu. Temun, të përcaktohet në kontratën e punës. Po pse të përcaktohet? Po duhet pra përcaktuar, lejohet ose nuk lejohet. Nëse mua në kontratë unë nuk kam ndonjë shënim të nxënësve të cilëve unë ju jap mësim në shkollë, nuk duhet ju jap mësim privat. Unë jam e detyruar të zbatoj. E qartë, por ne e shtrojmë në sensin moral, mi zemër, dakord? Në sensin moral, unë them që nuk prish punë fare. Fare? Jo, nuk prish punë fare. E qartë. Unë nxënësin kështu vetëm se e ndihmoj më tepër. E kuptoj. Po, unë kështu shikoj çështjen, ama në qoftë se kjo është përcaktuar në kontratën e punës, që nuk pëlqetohet, atëherë unë jam e detyruar të respektoj. Jam i qartë. Jam i qartë. Jo, nga ky kuptim vi unë. Në rregull. Ti nga cili kuptim vjen? Edhe një herë? Unë nga ky kuptim vi. E kuptoj. Ja. Në rregull, e respektoj. Falenderoj shumë. Të uroj gjithë të mirat. Pra, të dashur miq, pak më shpejt, domethënë, keni parasysh që është emision mëngjesi, nuk është emision darke. Nxitoni për të prenotuar 069 40 41 003. Mirë shumë, vijojmë. Telefonata e mëngjesit. Lina nga Mamurasi. Nga Mamurasi po merr, po? Po. Po si kishë emrin edhe një herë? Lina. Lina, po Lina, urdhëro. Unë mendoj se këtë është një konflikt interesi. Po pse mendon kështu? Po mendoj kështu sepse unë kam pas dy fëmijë të mi, kam pas ekselent në shkollën të Mamuras. Por këtë arsye mendon që është konflikt interesi? Po, është konflikt interesi sepse ishin dy motra që ishin mësuese të dyja. Njëra kishte hapur kurs matematike, kurse tjetra ishte për frëngjisht. Po. Vajza nuk kishte mundësi të shkonte në kurs për matematik. Kështu që ndikoi edhe tek motra e vet tek frëngjishtja dhe janë dhënë notën 9. E bën gastile thotë. Po, të dy janë gastile. Pra është konflikt interesi. Mendoj se po jepet një sabotim shumë i madh. E qartë. Po ti je bindur që vajza ishte për 10 dhe si ishte për 9? Po, 10 absolute, sepse futa në kurs dhe e fitoi 10 absolute duke ja shpjeguar mësuesja në klasë, nuk kishte nevojë për kurs, absolutisht. E kuptova. Pra ti në këtë rast shumë mendon. Mirë, në rregull. Faleminderit për telefonatën, ndoroj gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Kush jeni nga Pisti? Unë jam Artani nga Tirana, Aldose. Po dëgjoja zonë nga përmes telefonit. Hamotan. Ti ta hapur linjën. Shiko, në një farë mënyrë kjo ka dy aspekte. Dy aspekte, po si? Edhe mund të jetë konflikt interesi. Po zonja pavarësisht se nuk e di sa e vërtet mund të jetë. Ka mësues që mund të abuzojnë me mësimdhënien. Po diskutim. Duan të marrin pasdite, po ka dhe mësues më që vërtet përkushtohen dhe vërtet kanë nxënës që kanë nevojë, thua për t'i dhënë një dorë të dytë pasdite ose kanë. Po sigurisht. Kanë nxënës që vërtet e kanë të nevojshme, nuk është se çdo njeri mund ta asimilojë mësimin. Po pra po, ndoshta këto lëndët nuk janë aq të thjeshta sa që kemi pas ne. Po nuk janë, por kryesorja që mendoj, unë ose është e përgjithshme, mendoj vlera e mësuesit është ulur sepse nuk ka asnjë lloj kompetence, vetëm nxënësi ka të drejtë. Po bravo. Unë në fakt kam mësuese tim me shoqe, dhe nxënësi ka vetëm të drejta. Nxënësi e bullizon mësuesin dhe mësuesi atë mund të ngrejë zërin se për çfarë do. Jo, e bullizon bashkë me ndoshta bashkë me prindin. Normale ka nevojë dhe prindit për t'u edukuar. E dëgjove çfarë tha zonja, goca ime meriton 10 tha. Që aty fillon. Atëherë, un kam pas shkuar në takime me prindër sepse ishte mësuesja, kam pas shkuar në takime me prindër dhe në shkollë fillore ishte prindër që donin notë për fëmijën. Jo, po fëmia im meriton 10 meriton. Po, jo. Ja pa ku parë. Ja del bryl pastaj, se kështu i bie. Po. Nuk kërkon ndonjëri, thua, rritjen në nivelit të nxënësit, po kërkon dhe notën, thua se po ikën në universitet në frikë. Nuk e shef te vetja, e shef tek mësuesi. Por që nga ministria çala në keqja që nga lart, mësuesi nëse nuk ka asnjë lloj vlere, ose nëse fëmia prindi nuk dënohet për sjelljet, që nga mungesat për gjithë shka me si që bëhet shkeljet administrative si që bëhet për një makinë, si që bëhet për çdo lloj shkeljet të gjobiten, ka mënyra sa duash bota për shembull. Kurse këtu ne vinë nxënësit sigur me qenë në kafene dhe ikin kur i do shefi. Po, dhe ha mësues.
mësuesit i është ulur vlera. Po dhe e thonë më ka i natë zysha. Kohën në sotme është ulur vërtet vlera mësuesit. Me e qartë. Mirë, bon sens edhe kjo që thoti, pa diskutim. Prendëroj shumë i dashur, të rojgjë të mjatë, shëndet e marsi. Jemi me Angelin ton Tiranë. Angel, hëmo? Janë mëngjesi Aldo. Mëngjesi dhe gjithëve dhe nga sot. Jemi zgjuar Aldo me këtë kohën sot pa lagështi, por duhet edhe jo ndonjë ftohtë e madhe edhe sot, është mirë. Është mirë koha. Patjetër dhe me lajmet të cilat kemi përgatitur për ditën e sotme, me disa problematika dhe disa lajme të cilat mi ka dëgjuar veshin, mi kanë treguar njerëzit dhe unë patjetër që do të kem mundësi për t'ia treguar. Besoj që i ke verifikuar me mendje që po. Kemi verifikuar. Patjetër. E kemi sigurisht që nuk janë lajme Facebooku? Jo, absolutisht. Asnjëri nga këta nuk është nga rrjetet sociale. Ja do të nisim direkt, Aldo, me lajmin e parë që ka të bëjë me një vajzë. Ka zgjedhur në fakt një mënyrë të pazakontë për të hakmarrë ndaj të dashurit të saj. I dashuri kishte trashtuar vajzën dhe vajza ka dashur që t'ia kthejë në të njëjtën monedhë, duke i lënë të kuptojë që ai po ndihet i trashtuar në këtë rast. Por vajza nuk është se ka trashtuar vërtet, se nuk e ka pasur parim të saj, edhe nuk donte që ta trashtonte, por ka paguar Aldo. Ja, në këtë rast mund ta shtojmë edhe një aktor, ka paguar një aktor për të realizuar disa foto video ku ja ka nisur djalit në rrjetin social të WhatsApp-it, duke i thënë që ti më trashove unë sa thash po sa thuj lajme në Facebook ti vazhdon prap. Sa thash? Jo, po s'kan lajme në Facebook. Jo, po s'kan Facebook këto. Ja ka nisur po them nëpërmjet WhatsApp-it, jo. Që ka WhatsApp është tjetër gjë, po. Tjetër? Ja ka nisur. Maroj iku tjetër. Patjetër është ndjer keq. Tani ka të bëjë lajmi i dytë me qytetarët Aldo që telefonojnë gjithnjë dhe më shumë për rritjen e çmimeve të parkimit në Tiranë. Kryesisht po, da 300 lekë që ka qenë Aldo. Ora tani është bërë 500 lekë. Nëse ti shkon aty dhe kalon një orë gjysmë. Të vjetra të reja më. Jo, është 700 lekë të vjetra, patjetër. Ku ka parkim 500 lekë më? O lali ku jeton ti më? Ku? 3.000 lekë është ora, një orë. Po çfarë parkimi që ka çfarë zone? 3.000 lekë është në orë, Aldo, për shumë se 5.000 lekë. Ore, ti dëgjon apo s'dëgjon? Kur më burr është bërë? Çfarë vendi ishte? Te Lisheni, te zona e Lishenit. Po më, s'mund ta përgjithësos, mund të jetë një rob që ka privat. Po gjithandej Aldo. Gjithandej shtrenjtë është parkimi. Ore, po si e shon këtë fjalë pa përgjithësi më burr? Domethënë, kur gjithandej më valla? Është e vërtetë. Po të 2.000 lekë më valla është. Jo, s'është 2.000 lekë. Jo, nuk është realisht. Ky thotë dhe jo, mo, ti thua dhe jo. Ta hiq trurin. Te lagja ime. Ore, po lagja jote është 1. Po 2.000 lekë. Nuk s'kam parë 2.000 lekë për shembull. O vlla, një sekond. Ke makinë ti? Jo, unë s'kam makinë, por më ndodh që të qarkulloj. Edhe i kam parë, domethënë kam të verifikuar. Okej, më trego më kush është ky që ka 5.000 lekë. Te liçeni tha thot. Jo, te liçeni tha, te liçeni artificial. Ku më dha? Mund te liçeni artificial i Tiranës, është 500 lekë Aldo vërtet. Ku më dha te liçeni? Çfarë vendi më dha se un partisha aty? Kam parku. Te liçeni, te hyrja, te parkimi aty. Ai bashkisa? Po, ai, po. Patjetër, po. Po jo më zotri, po si çon të fjalë pa përgjegjësi fare. Po nuk është aq, se di un. Aldo do shkoj, do bëj video dhe do ta tregoj. Po s'na duhet video, më faturën. Faturën. Tregon orë hyrjes, orën e daljes. Po nuk është 5.000 lekë. Janë abuzive. Parkimet janë realisht abuzive. Po mirë, ky është koment, nuk është lajm. Koment. Patjetër koment, vëzhgim edhe lajm patjetër se. Po na thoni lajm edhe mos sa thuj koment vëzhgim, të keqen. Ja të vazhdoj. Ma verifikoj se kjo është e rëndë, domethënë dolla nuk e di. Ti jam pronar parkimi unë penalizoj. Të betohem. Po mos e lëshon fjalën shumë vurse. Ma përgjegjësi. Po e meritojnë ta themi se po pasqyrojmë realitetin. Po jo mos shpirti i vogël, jo mos zemra ime, jo. Nuk është ky realiteti. Mund të jetë më i ashpër, mund të jetë më i butë. Mirë. Ndoshta u trova që ke ashpër, po. Po tani atëherë nuk është realiteti. Po e sajon. Jo, kujdes më shpirt, kujdes. Unë jam i vërtet, po ndonë se mund të tregojmë pak i ashpër në këtë moment, po them, sepse dakor. Që e kam përjetuar. Po mirë, dakor, po të pagujmë ti je i ashpër, pagujmë për lajme. Kuptoj drejt, domethënë, i ashpër le tregoj çdo njeri. Po jo ti.
Po ja, do vazhdojmë sërish tani me një abuzim, sërish me një abuzim, duke ditur që jemi në muajit më të kohë të vitit, na ndodh që shpesh hera herës Aldo të na prishën kondicionerat. Shpesh hera herës që ndodh? Po, të prishën kondicionerat dhe rritja e kërkesës për teknikët e kondicionerëve ka rritur edhe pjesën e çmimeve. Nëse këta më përpara kërkoni rreth 1.000 lekë të reja ose 10.000 lekë të vjetra, tani Aldo ka nuk të vinë pa 25.000 lekë për një kontroll të thjeshtë rutinë. Me qartë. Edhe kontroll rutinë. Ti nuk e di çka ka? Ja, po ti se di çka ka patjetër, prandaj edhe po e merr atë teknikën. Me qartë. Po, thjesht të vi ai kërkon 25.000 lekë. Do të thonë ky është lajmi që kërkojnë 25.000 lekë? Jo, është rritja e çmimeve. Po pse sa ka qenë? 10.000 lekë vjetra ka qenë. Kur mo? Në cilin shekull? Për para, kur kam ardhur unë në Tiranë, 10.000 lekë. A kur ka ardhur në Tiranë? Ore, mos e lidh me veten gjërat më burr. Ti nuk e Kolombi, po jo më zotëri, si Kolombi. Pastaj, unë s'po e them vetëm nga ana ime personale, kjo gjë u ndodh të gjithëve. Me qartë, kush ka dhënë gazetarit? Një arritur çmimet. Ha, kush ka dhënë gazetarit? Po si, e mban më emrin, kujtohet? Si mbaj në pedagogët, po ndë një emër tek mund të më vi. Mirë vllai. Suksese. Vazhdojmë me një tjetër. Po çdo vazhdosh më burr tani, jam më pas zotit, s'pa më pedagogu thot. A thu se ke 300 vjet që e kuptoni apo jo? Ja, gazetari i ri. Mirëmëngjes. Nerim nga Borreli. Pjeri nga Borreli, po? Po. Kur do të shon? Kam disa mendime për temën. Patjetër. Nxënës të 10-s nuk ka. Nxënës të 10-s, nxënës i 10-s bëhet nga dëshira e mësuesve. Nuk ka nxënës që në të gjitha lëndët ta arrijë të marrin të gjitha 10-ta. Po edhe kam, nuk është. Absolutisht nuk ka. Mund të ketë në një drejtim në shkenca. E kuptoj. Po thua, i duke thënë për Murel, apo jo? Jo Murel, po një sistem në arsimor. Gjithë Shqipërinë? Gjithë Shqipërinë. Nga e ditë apo e ditë? Po, nuk mund të ketë prirje për gjitha lëndët, të gjitha fushat, ose gjitha lëndët që zhvillohen në shkollë. Okej, ndoshta. Nërsa, lidhër me problemin e kurseve private, këtë nuk ka vend të diskutohet, pasi edhe me vendim qeverie janë të ndaluara. Mësuesi që është në shkollë, do të bëjë mësim në shkollë, nëse mësuesi që ka dëshirë të bëjë kurse private të kalojë të bëjë kurse private pa qenë në shkollë. Po pse? Do të thonë cilësinë e mësimit. Do të thonë, dakord, sigurisht, kjo është njëra anë. Ana tjetër është që do ta lësh mësuesin me çfarë rroke ti? Të jemi objektiv. Jo, objektiv, po them unë. Objektive, jo për kështu me fjalë për si thosh për diskutim, por trajtimi i mësuesit ka vitet e fundit trajtimi ka ndryshuar dhe mësuesi nga ana ekonomike trajtohet në mënyrë më mirë se të gjithë sektorët e tjerë. Pavarësisht se cilësia e shkollës, cilësia e mësimdhënies ka rënë. Opino. Po është rroga mizerabel më burr, çfarë po thua? Tani nuk bëhet fjalë me një rrogë që siç merrni ju në për televizione. Po pse ku e di ti? Një rrogë. Ku e di ti vëlla? E di ti këtë apo jo? Nuk e di. Një rrogë të mirë, mësuesi trajtohet shumë mirë. Ka qenë trajtuar. Kë quan rrogë të mirë ti? Po ti je ti mësues, do e mbaje familjen me atë rrogë? Po normal që do ta mbaj, ose do gjejmë nëse nuk mund të lë rrugë të gjejmë në rrugë tjera. Po këtë pra po thot. Me kurse private. Po këtë, po pse jo? Sepse ti bën kurs privat edhe ullë cilësinë e mësimit në shkollë, e detyron fëmijën që detyrimisht shkojnë kurs privat, edhe nuk i jep minimum atë maksimumin e mundshëm. E kuptoj, mirë, bën sens. Bën sens, kjo që thotë, pa diskutuar që po. Por edhe ky si mësues, nga halli ka se të rroka. Jo mori se tani leku nuk ka limit. A kupto? E qartë. Edhe ti t'ja ngrej rrogën, t'ja bëj sa të dush, sa të doj ai dhe prapë do të tentoj që të bëj kurs privat. E qartë. Por ama kjo nuk tani në këtë kohë, mësimi fillon në orën 9. Po, edhe? Mbaron në orën 2. Ku i bëhet orë mësimin për shkollën? E qartë.
Pra punon pak mësuesi, të po thotë. Absolutisht shumë pak. Absolutisht shumë pak, mësuesi e ka detyrim punë e diferencuar me nxënësin. E qartë. Mirë, kështu e mendon, kështu e thua. Në rregull. Mirë valla. Falenderoj shumë për argumentat. Gjithë të mira. Telefonata në mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Nazif Kodra nga Elbasan. Nazif si e? Respekt e përshëndetje. Respekt e gjithashtu. Urdhëroj dashur. Si temë më pëlqen shumë kjo. Ka dy anë, ka një mirë, ka një shketje. Po sigurisht ore. Në anë të një profesori matematike ose fizike, çfarë mund të ketë, mund të hapi një klas, jashtë në qytet kudo, mund të hapi një dhomë me rregulla, me licencë, me gjitha si por nuk duhet të ketë nxënës të shkollës vet ose të klasës vet. Po pse? Po duhet të ketë se këtu hyn një tjetër gjë pse thonë që ma uli notën e kalamanit tim, sepse do ta marrin kurs. Kurse kur janë nga shkollat e tjera, dhe kjo e ka aty zhvilloj kurse matematike, dhe pagun gjitha detyrimin në shtet, edhe kjo ka drejt të punojnë orarit jashtë shkollës, jashtë mësimit, apo jo? Pra vetëm po të mos i ketë aty në klasën e vet, të po thua. Si? Vetëm po të mos i ketë klasën e vet. Jo, e di pse, edhe në gjësë edhe të etiket. Por nesër thot prindi, thot mja uli notën sepse ka hap kursin. Po. Kurse kursin do të hapi për gjithë. Kush të dojë të verë? Qiko tani, prindi mund thotë edhe ka i notë. Dakor, mund të thotë dhe prindi. Po e ka i natë, mund shkoj. Mund shkoj tjetër njeri, jam kupton. Po kjo ka drejt të hapi ose një licencë, një diçka që t'japi i kurs. Se do t'jetoj edhe kjo, se një rrok nuk e tela, po jo. Sigurisht, pa diskutim. Nuk është se bë nga qefi dhe ka qefa me bë kurse dhe... Ajt. Jo, të bëj kurse si që janë tamam, të mund. Po tamam. Pasaj, matematika nuk është ajo që ke bërë ti ore, edhe unë, në fillore, 1 dhe 1 bëjnë 2. Janë 6 mënyra. Duhet gjesh 6 mënyra që të vërtetosh 1 dhe 1 bëjnë 2. Po, unë mendoj që një mësues i shkollës të mesme, ose edhe i shkollës 9-vjeçare, do më flasë për ata mësues të vjetër, se këta të rinj tani kanë dalë me notën 5 mesatare që kanë një shkollë. Në zuhen paragjykuar, po. Nëse, unë e paragjykoj, këtë më që më flasë për ata që kanë lyrë me notën mbi 7 mesatare, ata janë të afët edhe kanë një stazh për shembull prej 20-25. E kuptoj. Mirëlla, falenderoj shumë për telefonatën. Gjithashtu. Gjithë të mira. Në rregull atëherë, ora është 7:31 minuta dashuriq. Vijoni për të prenotuar në 069 40 41 003. Bie të kemi shumë pak momente. Publicitet për të rikthyer prapë në studio. Nuk vonohemi. Okej, mirë, shumë. Ora po shkon avash pa 25. 8:55. Vijoni miq për të prenotuar në 069 40 41 003. Pikërisht në kanë në Radio Klan 92.9 në FM. Okej, mirë. Me telefonat në mëngjesi. Kush? Edhe një herë kush jeni juve? Dëgjosh pak e zemra. Nga Elbasani. Po, nga Elbasani, ka që kuptoha, po emrin se mora vesh? Mira. Mira. Po, Mira, ordro. Nuk e di dhe më vjen një zhurmë. Kush e di? Do të meja, për dy gjëra më pëlqen zot janë dhe juve personalisht. Po, mirë. Sepse kur e filloni emisionin, e shpreja më pëlqen shumë ajo. Përse na jep optimizëm. Po. Për thunë që falenderojmë Zotin dhe për këtë. Po, më është rëndësishme çfarë thuat. Është rëndësishme. Po. Edhe këto muzika që vej shumë bukura që më vjen moralin. Hajde inshallah kështu qoftë. Është i për temën, të thoja, që është një fenomen që unë po ndodh dhe do vazhdoj të ndodhi, që në ardhin e demokracisë. Dikur për shembull ne kishim konkurse, konsultime për që nxënësit ishin detyruar dhe thyesh në konsilje për të shkoje. Kurse sot kjo është bërë fenomen që prindi shkretët që detyruan ta çojnë, sepse një vëllëzënës i kam kursin në klasë, dhe një vëllëzënës ai absolutisht që nuk e jep mësimin
edhe nxënësi nuk e merr ashtu siç duhet. Ndoshta. Dhe kështu që se nuk mund ta thuash me siguri, sepse mos haro që bashkë me kohën ka ndryshuar dhe vëmendja e nxënësit të mësimit. Mos haro dhe këtë, Po, po duhet ta themi. Edhe ajo jotja qëndron po edhe. Jo, po duhet ta themi se e themi si gjë dorës së dytë. Në fakt mund të jetë gjë dorës së parë kjo. Kush? Kjo që mungesa e vëmendjes në mësim. Po kjo diskutohet. Po duhet diskutuar kjo. Kategorisht nxënësit. Po jo se shiko tani çfarë ndodh, duke mos e diskutuar, e kalon tek problemi mësuesit. E kuptoj. Pra në fakt e kanë nxënësi të parë. Po edhe kanë mësuesit do thoja. Po mirë. Zemra, edhe tek të gjithë përfshihen këture. S'po them ti jo. Po shiko, mësuesi faturon notën, edhe ai nxënës përpara, thotë na, këtë notë do po e deshe këtë notë me këtë pagesë. Po jo, po një sekondë, nuk i thot shumë i zemra ime, nuk i thot shumë. Po e thot figurative. Po figurative në bën prindin. Me vërtet. Po një sekondë, se figurative e nën kupton që duhet paguaj faturën i shkreti, sepse 45 minuta që është ora mësimit ai s'arrin, sepse ket bashkë me lloj tipesh nxënësit. Ka një që e merr me. Po kështu ka qenë me zemrën në koton, kështu ka qenë. Ashtu. Po ka qenë. Dikur ishin konsultimet falas, kurse sot s'ka më si dikur. Po pse ç'është falas? Ç'është falas sot? Më fal të pyes. Si falas? Sot njohuria, po ai mësuesi do lodhet. Po lodhet që do t'japi ti njëri, kështu që aty në 45 minutin, ai nuk e bën ashtu siç duhet, sepse ka tematan ka vetë anë. Shiko tani çfarë ndodh. Domethënë ti me të drejtë ndoshta me drejtë, ose pa drejtë, ti po e hedh mësuesit, pa qenë aty, pa e ditë. Ndërkohë që harron që nxënësit se kanë mendje. Për shembull. Unë po i kap të dy edhe. Po s'po ka, po domethënë këtë po në kuptuar, ndërsa mësuesi na ngreti. Që nuk është se s'ka të drejtë, s'po them që s'ka të drejtë, por shikon, e kalon kështu si Po e çon peshët e mësuesit ti. Jo, mësuesi. Jep mësimin në klasë. Po këtë di më mos a zhem kohën kështu gjëra, çan. Mirë, në rregull, atë po them edhe unë. Po që është edhe ky problemi që nxënësit është i detyruar të vejë, sepse mësuesi nuk e kap me dorë nxënës që është me 5 me 6. Ta them nga ana domethënë personale. Kam pas një nxënës që ti ke qenë vetë zysh, ë? Kam qenë vetë. Në rregull. Edhe nxënësi ishte diku ne të mësim privat ke një mësuese. Po. Dhe mësuesja çfarë bante, kishte 7 nxënës, dhe ky që ishte i nivelit nën mesatare, ajo ai jepte mësimin copy paste. Dhe ky nxënës e dinte që këto detyra ishin, domethënë, të dhëna mirë edhe saktë. Po shkonte në shkolla ishte pa përgatitur sepse nuk ishte marrë. Unë tash këtë nxënës e mora dhe e kam përgatitur kaq mirë, kaq. Në rregull. Shiko, ai 50%, 60% ai e kishte këtë. E kuptova, e mora vesh. Kështu që këtë 40% ja dha shumë dhe i dha shumë. Në rregull. Kështu që unë kaq desha të thoja. Në rregull. Falenderoj shumë. Jo. Janë rregull fare. Janë rregull, Rozi, falenderoj shumë. Provojmë tjetrën. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Gejsi, nga Tirana, psikologja. Psikologe Kesi, si e? Gejsi, po. Atëherë mirë. Po ndërkohë që po shkoja në punë, ju dëgjova, dhe në fakt nuk është se ne këtu e ka fajin mësuesi, e ka fajin nxënësi. Ne kemi të gjitha aktorët që mungojnë. Po sigurisht, prindrit që mungojnë në ditën e fëmijës së tyre. Ne kemi të gjithë, ne mungon çdo gjë. Dhe në këtë pikë që në shoqërinë tonë mësuesi nuk ka më autoritet dhe fëmia nuk zhvillohet siç duhet. Plus që jemi dhe vetë neve, nuk e di të ka ndodhur ty Gezi apo jo, që fajin e shohim te tjetër, jo te vetja. Jo, fajin fikspari duhet ta shohim te vetja. Po se ka si dikte, mos u lot kot. Si prindër, pastaj tek fëmijët, se mungesa e një prindi, siç duhet, të paktën një orë të pyesë atë fëmijën që si erdhe nga shkolla, çfarë u bë. Po jo, hajde se do bëhet puna madhe fort dhe kalojmë në ditën tjetër, çdo gjë që kalohet, sikur edhe një gërvishur e vogël në emocionet e fëmijës, mbi ngarkohet dhe jemi sot në duk që jemi, që fëmijët neglizhojnë dhe nuk kanë respekt ndaj figurës së shkollës, figurës së mësuesit,
dhe dëmtojnë në zhvillimin e tyre, dhe pastaj pasojat i shohim për çdo ditë në televizor ku ato rriten dhe kthehen në personazhe të cilat nuk janë të shëndetshme, nuk janë të mirë për shoqërinë. Domethënë brez pas brezi. Patjetër, absolutisht çdo gjë ecën brez pas brezi, nuk mund t'i vëmë gishtin askujt. Ti spari gishtin e vet si prind, pastaj ti vetë je bindur që domethënë nga ç'ke parë, nga ç'ke lexuar, nga ç'ke kanë thënë, nga ç'ke gjykuar, nga ku e diun, që brezat sa vinë apo bëhen më cop. Absolutisht po, absolutisht po. Se themi, nuk e themi dot zyrtarisht, po. E themi zyrtarisht sepse e shohim për ditë, me çfarë na rreth. E thot, çfarë më rrethon, do thotë që ky brezi sot nuk ka respekt as për të një të moshuar që kalon në rrugë, jo më për zyshën që është në auditor. Do të thonë ti shihesh si një figurë që se kjo do kurset, kjo do këtë. Pa aftësia jote e çon zyshën që ty të suportojë në një formë. Është koha ndoshta me kurset. Edhe ato kurset, po. Është koha ndoshta më, është koha që ka sjell. Të them një gjë që do të thënë një logjik matematike, s'po them logjik psikologe se s'jam para të punë, po. Logjik matematike që sot një zonjë në moshën tënde, le të themi është diku tek 35-36 vjeç. 40. Po e marr pak kështu, domethënë, dhe fëmijën e ka 10, 11, 12 vjeç. Pra është një zonjë që ka lindur në 1990-ën. Pra, shiko si ndryshojnë brezat, si me thik. Pra, ata që kanë lindur në 90-ën e tutje, janë sot prindër të këtyre fëmijëve para adoleshent ose adoleshent. Do me thanë, nga 90-ën e tutje nuk ka qenë më ajo marrje me fëmijët e prindërve si që janë marrë dikur, ke parasysh? Jo, sepse na doli teknologji. Mirë, po mirë, doli teknologji. Në mos teknologjia do ditë një gjë tjetër, s'ka rëndësi. Atjetër, por jo të zëvendësonim njerëzit. Iku vëmendja prindërve ndaj familjes mbas 90-s. Por lindën në 90-ën këta dhe janë rritur kështu. Me pak vëmendje. Pra, kjo është logjik. Pak vëmendje. Kjo është logjik matematike, nuk është logjik psikologjike, por megjithatë bëndet psikologjia. Është shumë e drejtë, mungesa e vëmendjes nga bërthama e familjes është shumë e rëndësishme. Pikërisht, ka filluar që në 90-ën kjo muhabet, duket se ka ndodhur sot. Të gjithë fëmijët nuk janë rritur më me gjyshrit, po u kthyem në atë trendin e dados, sepse gjyshja. Jo vetëm me gjyshrit. Jo. Sepse kopshti ka qenë kopsht, shkolla ka qenë shkollë. Patjetër, absolutisht. Po dhe gjyshrit kanë bërë punën e tyre. Edhe ndoshta, po. Kanë qenë në formën e tyre, kanë qenë të mirë dhe kanë qenë produktiv, sepse ju kanë dhënë dashuri. Por sot e kemi kthyer në një zonë që mban fëmijët, patjetër janë të domosdoshme. Dhe kemi kthyer në disa gjëra të ftohta. Kështu që janë pasoja këto zemra. Janë pasoja që janë val deti këto. Val deti. Patjetër edhe të gjitha na flasin derisa të bëhet tsunami. Se kur do bëhet, zoti e di. Mirë. Tamam, gjithë të mira. Nëse të falenderoj shumë e dashur. Të uroj gjithë të mirat. E kalon kështu, e bëm shumë psikologjike gjëna, po hajt po. Edhe duhet një çik. Okej. Ora është pa 13. 069 40 41 003. Edhe them që ta çelim pak. Ndërkohë, të mos harrojmë, të dashur miq, vijoni edhe për të prenotuar në 069 40 41 003. Ja të kemi në qytetin e Vlorës, djalo hëmo. Mirë mëngjes, jalo të nga Vlora, i ko pak të vrejtur sot, edhe me të erë që nuk kanë lëp, por që shu ka qenë të ditën e djeshme, shu thuhet se mund të jetë edhe sot. Nuk i djetë parashikime. Ka pas të ereshë shiu her paseshme, por që të letë. E kuptoj. Qa bëhet në gjendje? Ne me atë vazhdo me pjesën e problematika tona, po një djalë ato është bërë pishmën që është rikthyer nga emigrimi. Që është rikthyer nga emigrimi, po për arsye se me iden të hapte diçka këtu, kishte vendosur të merre me poezi, blegtori, domethënë, sapo nisi ato ndërtimet e para, do hapte në fillim do hapte një ferm, do bënte diçka, pastaj aty pati disa problematika, jo taksat, jo edhe me pak fjalë duhet të pagonte, domethënë edhe atë person të cilët i gjente mikun apo shokun. Me pak fjalë nuk ja doli dot dhe është detyruar të rikthehet përsëri në emigrim. Ishte diçka
I ka lënë gjërat për gjysmë. Po përveç saj kemi pasur dhe një problem tjetër ku një djalë domethënë ka marrë prindrit e tij, I ka ulur atë domethënë në tavolinë dhe u ka thënë shiko se do u them një lajm, ti si të mirë, ju merreni si të doni. Unë dua një vajzë dhe unë të merrova të vazhdo. Jo, ishte diçka e mitë, ta themi, por që ajo kur e the ashtu më shkoi mend thash unë dua një djalë, thash. Jo. Mirë, rregull. Jo, donte një vajzë, por në fakt familjarët e vajzës, se djali I ka takuar, I ka folur, I kanë lënë që brenda 3 muajve duhet të martohen. Ky është kushti I cilët ata I kanë lënë. Djali u ka të prindërve dhe ata janë kanë ngel pak të çuditur se si 3 muaj do bësh. Se do gjejnë dhe lekët dasmës, vëlla, me çfarë do bëjnë? Po për 3 muaj, kjo është ishte kushti, domethënë, brenda 3 muajve duhet të martoheni me SSB. Vetëm po të kredi. I mirë, ata do t'i japi një zgjidhje se 5 fjalë, po e bukura ishte tu se në momentin që jati ka pyetur, po pse ky kusht, pse për 3 muaj, pse nxitojnë? Djali ka thënë që nxitojnë para arsye se vajza ka ngelur shtazan dhe duan që shpejt ti po. Pak lehtë. Është napat e para si. Iku. Edhe duhet që ta bëj shpejt e punë. Po kemi pasur raste tjetër ku ndërmjet dy çunave të cilët dhe këta nga hiçi kanë filluar të debatojnë me njëri tjetrin, kanë qenë në tavolinë, ulur në një lokal duke konsumuar diçka dhe aty ka nisur, domethënë, ka nisur si një forum bisede, debati, derisa është agravuar, si I thonë, biseda e sipër, kanë goditur njëri tjetrin me gjëra që kanë pirë aty. Po, kanë ndodhur ditën e djeshme në një lokal, domethënë lagje. Nuk rinë pa bosherës bëhet llaf, Po, shiko, tani të jesh në një lokal lagje, imagjinoj gjithë ajo qetësi, ti vete për të ketë pak adrenalin me pak fjalë, të ti vini lodhë, të pish aty, të pish aty kafen të zë gjumi, duhet pak adrenalin. Ti është e lagja, mos zihesh, nuk ka kuptim. Jo. Edhe që dalet a shpreha, po zihen çunat e lagjes. Kjo është e gjithë ideja. Po që pa ndonjë dëm, pa zarar, shër për qef, po. Tjetër kemi? Për shef. Jo, pak a shumë to gjëra të vogla kemi pasur. Të hallet, po. Gjëra të lehta, si thonë, jo në një problematik të madhe. Ivan kanë aty e keni po ka ikë? Jo, sipas informacioneve tua që ka ikur. Po pse s'neti? Pse s'neti? Çka po kishte punë? Ajo thjesht për të bërë një vizitë, domethënë, ka vizituar ato, domethënë, vendet ku do të investojë, kështu që nuk Ka në hallet e veta, pronat e veta. Ka dhe hallet e veta, po I kishte një çik me të shpejt, me thënë të drejtë. Po pra me ngut ishte. Me ngut. Mirë, shoku, suksese në jetë. Shumë faleminderit, Hajde pra. Vjojmë. Të rrota dhe mëngjesi. Mëngjes tando. Kush jeni nga Prishtinë? Neta në kur. Neta hami? Atëre për te. Po. Unë mendoj, ndimi im gjithmonë, Gjithmonë joti, po. Sepse është konflikt interes. Pse mendon kështu? Sepse ashtu mendoj se mendimi im është edhe ky, I dyti. I dyti, po. Sepse sidomos këto të frëngjishtes, bre. Jo, mia. Ja ta them unë. Këto nuk ja u japin mësimin tamam. Këto të rejat, këto çupkat, jo të vjetrat, Dhe normale, pastaj I dërgojnë në për këto kurset. Çupat e frëngjishtes. Çupkat këto të reja që kanë dalë tani se këto e njohin lekun më shumë. Mirë, po ti nga e di këtë? E di se jam në atë shkollë, unë kam një për kambesa. Të thot nipi që, domethënë, nuk ja u jep mësimin mirë ajo që të këta të jenë sa më poshtë asaj diturisë të tyre për frëngjishte. Dhe të shkojnë në kurse. Tek frëngjishte çfarë nuk jep mirë? Mësimi nuk e u jep mirë. Ashtu, Si u futet në tru, unë akoma jam 68 vjetë tani. Një sekond. Pra nuk e mirë apo nuk I futet në tru këtyre? Nuk e u futi në tru, ja po të them unë. Unë akoma e mbaj mend që në klasë të parë kam pasi një mësuse me emri nga Lata, tani ajo nuk jeton me, neve I mbaj moment në majat e gishtave me tabel shumëzimi me këtera. E kuptoj, po çfarë lidhje ka emri mësuses klasë parë me frëngjishten? S'po e kuptoj. Po ka shumë se ta fut në tru ajo. Po ta fut në tru ajo mo Aldo. Kurse këto të bëjnë një mësim kështu, nuk I përgjithsoj të tëra mësim. Prandaj po them, se marrin personale. Jo, se kam. Po ka
Ka qebe? Ti ke me zyshën, se ke personale, po? Po, me zyshën e kam po me qebe. Po, normal. Pra, po... Jo të gjithë prindrit kanë lekë që të çojnë fëmijët në përkurse. Po mos ndoshta është truri nipit tënd që nuk nxë apo është faj zyshës. Jo, unë them që është faj zyshës. Jo, që e thua ti e kuptojmë, po ky nip që ajo, domethënë, e ka mendin për atë punë apo hiç? E ka. Për frëngjishtin, e ka qef. E ka bre, kjo frëngjishja është vënë e re tani në për shkollat. Aha. Frëngjishta e re, frëngjishta ka qenë gjikon time? Jo e re. Po, tani për klasat e 5 apo flasus, po flas për... Po pse... Edhe dhe një gjë e këtilë, ja të ka thot nejtë aty. Dhe një gjë e këtilë. Që tani këta që bëjnë kurse, sa do gëdhe jene e marri notën më të mirë, se mësusja e sekunderet parasë. E le të jetën dhe si i 10-ës atje që s'bën kurs fare, si a jep 10 aja. Ajo ja u jep këtyre të kursit. Tani, notën 10 e di ti apo e di ajo? Po, ajo e di ajo. Në leko pra. Po këta si kur t'jene dhe gëdhe këta që i bën kurs kjo? Qiko, Aneta, ndoshta mos i beso dhe shumë nipit mani. Do, sa më ndoshta, nuk e vej në dyshim. Tani, hajde gjehe po. Tamam. Jo, puna është duhet ta vësh në dyshim, jo nuk e vën në dyshim, duhet ta vësh në dyshim. Mirë, po në përgjithësi kështu është sa më. Po në përgjithësi se di ta them përgjithësin? Ja ta them unë. Po ti unë ta thuash, po unë se them dot se domethënë. Po mi më ti se se unë nuk është e njoh gjithë. Ta thuash se ti je atje në televizion dhe sa. Po jam pas kush po pyetë televizionin po. Dgjoj, frëngjisht për shkakun, më gjeni një këngë ti vetë di frëngjisht? Jo, unë di rusisht. Di rusisht. Atë kam bërë rusisht. Mos e fut kod, vërtet di rusisht ti? Po, disa fjalë kështu e se tani nuk e... Domethënë, është faj e zyshës që ke pas ti atëherë të rusishës, apo nuk nëzije ti? Apo në atë kotë era shtu beni, më ku kishte ku kishte anglishte atëherë, më shumë rusishja ishte. Edhe rusishja gjo e bukur është, pse? Po, shumë e bukur është, shumë e bukur. Më kujtoni e laf rusishpin, se unë e kam qenë. Jo, se ja lafë e këshu. Për shkrepsen. Për shkrepsen? Për shkrepsen. Po pëse që ka shkrepsja? Ja, pyet. Si, këtë pyes? Po ja, më këta që kam bërë rusisht, pyeti se ti... Po këtë gjejo me zemra këtu, këta që kam bërë rusisht? Ja, koma i ri, nuk e di. Si i thonë rusisht? Ja më se të pysë Google-in, se të kuj di kë? Pyet e Google-in, Po si ti them? Rusisht, si i thonë shkrepses. Si i thonë shkrepses? Po më shkrepses që ndezim edhe ti që ndezim. Po ja ta pysë një, shkërë e pse? Shkrepse, ha? Shkrepse, ja ta gjojnë sekund. Si i thonë rusisht shkrepses? Священное Писание. Gjojmi? Si tha? Священное Писание. Jo, thuet atë. Po këshu, po si thuet me Google-in pyta? Jo, nuk thuet. Mos është shakmakmi, apo jo? Jo, bre, shkrepse qëmoti. Qëmoti, ta shkruaj shkrepse qëmoti? Qëmoti, jam se e thot kjo gruje këtu. Немного отка емотери. Ja, po qatë ke qika kjo? Mo mirë, aj se bëra shaka. Për, unë të mora seriosisht, ti më të bëra shaka, qatë thu shu? Unë të... Po pse, ti si e di, unë e di tjetër, nuk e di. Po si? Mo nuk e them tani. Po pse, ke halin e, më thot Gjiputini? Audienca, ma ti më tra. Tër kjo grua që ka këto fjallë. Po pse me shkrepse, se në lasë keqë? Po shkrepse thash, po rusisht nuk quhet shkrepse ashtu, shkrepse. Po si quhet shkrepse rusisht? Ja, pyet ndonjë të vjetër që ka bërë rusisht. Po ajde miru pak. Më falni, Oneta, po tani, edhe e thua dhe ikën. Po jo. Po se më bëre kurios, mi zemra tani, në e seroti që ke bërë rusisht. Jo, mirë, kur mos jesh kështu në teren, do të ta them si thuan. Ajde mos jem teren. Po ku ti në mal? Më thënë që mos jetë në audiencë. Në audiencë? Yes.
E kuptova. Hajde baj. Hajde baj. Flet anglisht tani baj thot. Ec na gjeti. Edhe pret kjo që ti mësoj një frëngjishte. Mirë shumë. Po, telefonata, ku e lam? Mirëmëngjesi. Mirë Aldo, çfarë bune? Mirë, si ke qenë? I ka kalove, a e mirë. Mirë, vllai, ti mirë? Albani ka Tirana. Banoma. Tiranë si ka Pogradeci, që do morë atë. Tiranë si ka Pogradeci, le mamon. Shiko, ky Tiranë si ka Pogradeci është si më thon amerikani nga Grenlanda. Fiks fare. Di me di. Shoku çfarë bëj? Mirë. Bashkë. Deri tani. Mbaj. Deri tani mbajemi. Oja tema, çfarë tema është? E mirë, serioze. Je. Se ke ngju fare ti? Jo makime vëllai. A po lela. Ti në Pogradec do të tem tani. Rrimë shijoj më plak. Po dëgjosh atë zonjën që ishte përpara që po thoshte frëngjishte. Çfarë tema e gjuhëve tuaja? Jo, më tema e kurseve. Kurseve? Po le ti bojnë kurse, do kurse më i mirë është, e di kurse më i mirë, hap televizorin, mëso televizor. Ja, më në televizor. Çfarë vajza do të thonë? Aty jam më mirë duke folë në shkollë, jemi prezidente, shkollën tonë A, B, C, D. Kurse në televizorit në gjitha mund të folur, në të mund si që duhet. Po se folë, ta mund si që duhet, komunikim të në gjosh të rjetëshëm, nuk këndësohen. Bëhet laf, Po, s'bojt lafë, analfabet kene ikja shtetit edhe kena mësu dhe gjuhët, e kena shkrujt, e kena të duhet. Në rrota e shkolla që bon 4 Atë thuaj. Mini dashur, falenderoj shumë për telefonatën. Gjithë të mira. Po, i bie që të kemi shumë pak momente dashur miq publicitet, por të rikthyer me vrap në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë, ja të kemi përsëritur dashur miq në studio me një tjetër temë. Në epokën e rrjeteve sociale ku një postim mund të kthehet në të ardhura dhe një profil personal mund të kthehet në biznes, edhe këtu shteti ka vendosur në rry, bëhet fjalë për këto që quhen bloger apo influencer dhe krijuesit e përmbajtjes online, po hyjnë avash zyrtarisht në lupën e administratës tatimore. Ndryshimet e fundit ligjore i trajtojnë të ardhurat nga interneti si aktivitet ekonomik, duke sjellë detyrime konkrete fiskale dhe paralajmërime për masa ndëshkuese në rast mos deklarimi. Apo vjen pra fundi i fitimeve pa taksa në botën online, nuk e dim akoma. Dhe pikërisht për këtë ne kemi ftuar në studio zotin Ilir Brasha, i cili është ekspert për financën. Ilir, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Domthon duket sikur bëshin qef deri tani këta që quhen influencer apo bloger apo diun. Se ka dalë zanati i ri. A e konsideron shteti për shembull një story në Instagram, fjala vjen, biznes nëse sjell të ardhura, edhe kur llogaria është personale? Shiko, deri tani çdo gjë që lidhet me rrjetet sociale ka funksionuar në një farë mënyrë, le të themi, biznes, por informaliteti plot. Jo që bën ndonjë ndryshim të madh nga situata në bizneset e tjera, por që këtu informaliteti ka qenë në masë 100%. Çfarë do ndodh me rregullat e reja, le të themi, të taksimit, të tatimit mbi të ardhurat personale, ndodh që influencerët do të konsiderohen në një farë mënyrë si njësi biznesi. Pra, ato do të tatohen si çdo individ tjetër në shoqëri. Dhe përkatësisht edhe për një story në rrjetin e tyre social, i cili mund të jetë apo mund të mos jetë privat, pra mund të jetë publik ose privat. Nëse ata ai që do konsiderohet si influencer. Jo, në çdo rast, një person i cili shpërndan një post dhe ose story, pra diçka në rrjetet sociale apo reels, që është shkruar kohët e fundit, i cili krijon të ardhura nëpërmjet kësaj shpërndarje, ai do konsiderohet në këtë mënyrë si e ardhur e tatueshme. Pra çdo e ardhur që krijohet nga influenceri, le ta quajmë në termin e sotëm. Ky është projekt ligj apo është muhabet? Tani ky ka hyrë në fuqi dhe po tani deri në mars deri me 31 mars të këtij viti duhet që të gjithë influencerët të bëjnë edhe deklarimet e divës. Diva, të ardhurat çan to. Po, deklarimi mbi të ardhurat personale. Domethënë bloger tashmë nuk quhet kushdo, se ku ka përshtypjen që kushdo i fut një emër aty dhe shtet. Në fakt, tani bloger mund të
siç ndodhe me gjini, çdo kush mund të identifikohet ashtu siç do vet. Por blogerët të cilët krijojnë të ardhura nëpërmjet pra këtyre zhvillimit apo përdorimit të rrjeteve sociale, në një farë mënyrë ato do të quhen si njësi biznesi tani më. Pra, siç operonte një agjenci marketingu në kohën le ta quajmë të mëparshme apo në kohën e sotme, po njësoj pak a shumë do trajtohet edhe pjesa e. Nëse unë them në drek sot që në filan restorant u kënaqa dhe nxjerr picën, fjala vjen. Çfarë tatojmë unë? Tani, nëse ti ke krijuar të ardhura personale, pra nëpërmjet asaj shpërndarje do të tatosh. Në të kundërt jo, ajo mund të jetë edhe shpërndarje për kënaqësi personale. Pra vetëm në rastet kur krijon të ardhura për shkak të postimit story reels apo post. Po mirë, unë këto i bëj vetë, se unë nuk e konsumoj shtetin në asnjë moment këtu. Ç'pun ka shteti me këtë gjë? Shiko, edhe një agjenci marketingu në një farë mënyrë nuk e konsumon le ta themi shtetin, por çfarë ndodh? Pra quhet marketing kjo? Në një farë mënyrë është marketing, sepse ti krijon të ardhura personale, por ndikon në rritjen apo ndërgjegjësimin, awarenessin e diçkaje tjetër, një biznesi apo çfarëdo lloj gjëje që ti po shpërndan. A do të tatohen për shembull në temin dhuratat, fjala vjen. Tani edhe firma e Ilirit më dha mua një krem fytyre për shembull dhe Ilir faleminderit, ky krem është i mrekullueshëm etj. Tatohem unë këtë rast? Tani, si rregull, edhe dhuratat në natyrë kanë një vlerë të caktuar që duhet të tatohen. Pra, ato do të tatohen me vlerën e tregut të dhuratës. Kjo është pak abuzive. Është si rregull i përgjithshëm kështu qëndron. Pastaj se si do funksionojë realisht, kjo ngelet për të parë, sepse ne kemi parë që ligjet mira kemi pasur dhe do kemi. Por pastaj kur vjen puna tek zbatimi, gjithmonë kemi çaluar. Se ku do shkojë edhe zbatimi i një ligje apo një tjetri, kjo ngelet për të parë, duke qenë se akoma nuk le të themi ka funksionuar deri më tani. Jo, e kuptoj, për shembull, fjala vjen. Është si puna e asaj ligjit për shpifjen. Po. Fjala vjen që nëse unë them për shembull diçka për ty, ti më hedh në gjyq. Unë mund të të hedh në gjyq, po. Po nëse unë them qeveria po punon mirë, çfarë është? Mund të të hedhë në gjyq opozita. Po këtë pra, domethënë gjithçka relative, varet. Gjithçka është relative, por te pjesa e influencerëve mund të largohemi pak nga relativizmi për shkak sepse krijon të ardhura. Më një kuriozitet. Domethënë, nëse unë këtë program ose unë bëj një këngë, ose unë bëj një gjë, një bisedë, dhe unë e hedh në Instagram, në klikimet mua më japin lek? Tani më. E di pse pyes këtë, sepse njoh shumë blogera apo influencer, kryesisht pa punë, sigurisht që hapen shumë me këto shifrat e këtyre. Por e vërtet bëjmë para me këtë apo rrejnë mashtrojnë gjithë. Tani deri më tani un kam dëgjuar histori që për një story, për një post kanë marrë nga 5.000 deri në 10.000 euro. A më fal, përderisa ka kompani dhe firma idiote që e paguajnë, mirë e bëjnë. Pastaj. Prit pak. Klikimi. Do me thënë, unë hedh diçka në YouTube. Klikohem, le të them 1 milion. Po, klikimi në YouTube krijon të ardhura dhe në TikTok. Prit pak. Do me thënë, unë këngën time e bëjnë në gjuhën shqipe. Dhe mua më bëjnë klikimet brenda 7 orëve 1 milion më shumë se Beyoncé, që është anglisht. Po, sa e bëj unë ato mënyrat e mia. Tani, sa lek manon? Tani, nuk di fiks të them se sa para do marrësh, sepse ajo varet edhe nga... Nga marrë të lekët unë? Këto i merr direkt nga programi, aplikacioni. Një sekond. Në rastin e YouTube. Klikimet e njerëzve nga Shqipëria apo nga jashtë? Tani, nëse ti je rezident në Shqipëri dhe të ardhurat e tuaj ke krijuar si rezident në Shqipëri, pavarësisht se këto krijohen në një platformë të huaj, përsëri do të tatohesh në Shqipëri. Që do të thotë mjafton termi të jesh rezident në Shqipëri, që nëse nuk gaboj në legjislacionin shqiptar përfshin që ti jesh diku tek rreth 6 muaj vendqëndrues në Shqipëri. Po jam e hap Kosovën, s'është problem. E hap firmën në Kosovë, te një bankë e Kosovës, i rregulloj gjërat. Të dy hapash, apo ja. Pastaj çfarë ndodh me mua? Gjithmonë ka devijime, mund të në një farë mënyrë mund të devijosh nga sistemi, pra mund të largohesh nga tatimi. E kuptoj, nëse ne jemi 6 milion shqiptarë shpërndar gjithë botën, si ka mundësi që unë marr 80 milion klikime?
Shiko, sepse një person mund të klikoj më shumë se sa një herë, plus që janë edhe klikimet e individëve të tjerë. Po marr një person 4 herë. 4 herë 6 për 24. 24. Po urdhëro. Ku tani? Apo hapi. Deri më tani kemi dëgjuar edhe që vlihen klikime. Po mirë, ja i bleva. Ja e shtohet 30. Ja ti bleu 30 milion. U bën 54 milion. Po. Po flasim për shifra të çmendura. Përveç këngës. Kalaligjani është vetëm një këngë tjetër, që është ndoshta e vërtet. Të tjera sepse gjohet edhe nga. Po s'më rezultojnë more se domethënë nxjerr Beyoncé, që është idhull botror dhe për brenda 24 orëve mund të marrish 700, 800, po ne këngët tona kalojnë mbi 1 milion, pa marru. 24 orësh. Pra, çfarë ardhurash martuan apo hiç? Rrej veten. Tani nëse ti krijon klikime mjaftueshëm, domethënë të ardhurat krijohen në përkatësisht në YouTube, në dijenin time krijohen në bazë të klikimit dhe shikimit të videos, që do të thotë sa më gjatë është matet shikimi me minuta. Që do të thotë nëse një video 2 minutëshe e kanë shikuar të plot, le të themi 2000 vet, në këtë rast janë krijuar 4000 minuta të shikuara dhe kjo 4000 minuta shumëzohet me një koeficient të ardhurash, nuk e kam idenë për minutë. Është shumë pak lek për shumë pak i bie. Tani kjo pastaj ta hajnë si me qenë Trumpi. Por nuk është pjesa vetëm e shiko, sepse ne shikojmë të ardhurat që vinë direkt nga klikimi, por është pjesa edhe e ndërgjegjësimit. Ti duke rritur klikimet në një këngë apo në një platformë, ti mund të rrisësh audiencën tënde dhe duke krijuar këtë audiencë ti krijon edhe mundësi për përfitime të tjera direkte apo indirekte, që nënkupton ti mund të bësh reklama për biznese të tjera. Pra në një farë mënyrë kjo shërben si katapult për të arritur në pjesën e reklamimit të diçka tjetër. Këto biznese nuk e kuptojnë që janë fake për klikimet apo ja hanë? Tani një pjesë e bizneseve edhe e kuptojnë, pastaj një pjesë tjetër që kërkojnë që të rriten dhe janë në fazat fillestare, natyrisht që kanë edhe më të vështirë. Nëse një influencer, le të themi Iliri është influencer, ka filluar hapat e para dhe fillon me batuta, me gjëra, fillon krijon rrethin e vet, duke shfrytzuar televizionin. Pra, ai merr këtë program ose program tjetër, s'ka rëndësi, bën komente mbi do se bën meme. A mund të trajtojnë së televizion? Tani, si rregull. Rregull i kujt? Si rregull, domethënë që është i ligjit të ri, tregohet që çdo e ardhur e krijuar nga rrjetet sociale duhet të tatohet. Pastaj ndryshon vlera e tatimit, nëse ti krijon të ardhura që në këtë rast është nga një klient i vetëm, mbi 80% të ardhurave nga një klient i vetëm ose mbi 90% të ardhurave nga 3 klient ose më pak, në këtë rast ti tatohesh si i punësuar. Që do të thotë, jo, se kam tu fare, e kam të tjetra. Tek pjesa tjetër, nëse ti krijon më shumë. Jo, nëse ti përdor imazhin tim. Pra, po ta kesh vënë re të gjithë këto blogerët dhe influencerët përdorin televizionin prap, aty përpas. Po. Se nuk është se e lëvizin këmbët dhe shkojnë mbredhen e bëjnë. Jo, çaj është televizori, prap baza e televizionit është. Pra nëse përdor, çfarë ndodh? Fitimet janë personale. Nuk ti po pyet nëse lidhet me televizorin tatimi. Jo, e përdor imazhin tim, unë. Drejt i kërkoj lek atij Robit? Për të mirë apo për të keq, çka rëndsi? Në këtë rast, nëse ai ka zbatuar gjitha të mbrojtjen e dhënave personale, ka respektuar të drejtat e autorit dhe ka bërë një ndryshim në videon që ti ke postuar apo ke zhvilluar më përpara. Jo, ka argument, vetëm kaq. Në këtë rast, atëherë hyn pjesa e ligjit tjetër që është i të drejtave të autorit. Pra, e kam fjalën këtu. Por se sa zbatohet është diçka tjetër. E kam fjalën këtu. Nëse gjithë televizionet bëhen bashkë dhe thonë jo Ilir, ti s'mund përdorësh imazhin tim. Ose imazhin e ftuarit tim. Pra, në këtë rast influencerët do ngelen pa punë. Bravo. Bravo. Ky është thelbi. Pra, nëse televizionet bëhen të gjithë bashkë dhe thonë, unë kam ftuar Ilirin sot. Po ky Ilir ka nënshkruar kontratë që do flasë vetëm për këtë program. Në rregull? Po. Atëherë ç'do drejt këtij që e merr në rrjetet sociale? Dhe me këtë gjë unë të mbroj ty. Tani televizion të mbroj ty.
shumë dakord me këtë që thua dhe ke shumë të drejtë, por në dijenin time në lidhje me këtë nuk është se ka një rregullim ligjor. Deri më tani të paktën. Jo, di, pa. Që do të thotë është më shumë pjesë morale se sa pjesë e rregulluar. O plak, janë 5 pronar televizionesh, ja 10. Po. Shumë kollaj, me një SMS bëhen bashkë të gjithë. Po. E bëjmë kështu? Sepse unë të mbroj ty, Ilir. Nga çdo meme që mund të bëhet me ty. Unë mbroj X-in që i fton Rodina, apo X-in që i fton Fevzill, apo Y-in që është tek ajo negatime. Më kupton? Po. Pra unë i mbroj storyt e mi. Dhe ti e di që vjen dhe jep intervistë vetëm për klanin. Dhe çdo dalje je i mbrojtur. Pra nuk mund të tallem unë me ty ose të bëj komente. Po, e kuptoj. Ja ti bëj bashkë ja 5 pronar dhe shif. Mirë, do shikoj. Si do ecin zhvillimet. Çfarë rrezikon konkretisht një bloger që nuk regjistrohet? Gjob, bllokim, llogari apo ndjekje penale? Shiko, deri më tani masat ndëshkuese nuk janë le të themi të rënda. Është më shumë në pjesën e ndërgjegjësimit. Dhe në rast të mos regjistrimi apo mos deklarimit të një influenceri, gjoba është vetëm 3.000 lekë të reja. Pra, do të thënë është muhabet kot. Është muhabet kot. Pastaj, nëse kjo kalon në fshehje të ardhurave, pastaj mund të kaloj edhe në ndëshkim penal. Por kjo gjithmonë në kuadër të informalitetit, pra të evazionit fiskal. Është qartë. Edhe ky muhabet kot mund të skapoj. Do të thënë pra është një fortunë got, pak a shumë me gjithë kjo. Pak a shumë po. Edhe në pjesën kjo është pjesa e mosdeklarimit, ndërkohë që kur i deklaron dhe nuk i paguan, pastaj ka një koeficient i cili ti gjobitesh për çdo ditë të kaluar afatin e mospagesës. E bëjmë të bisedë deri në 100% të shumës totale. Ne e bëjmë të bisedë sepse ka shumë të rinj të reja që ndërrojnë të bëhen bloger. Do të thënë, edhe apo influenciera, ku diun se çfarë, dhe duhet ta dinë që në mos sot nesër do vi një ditë që me fatura valla, s'ka u jo. Do paguash taksa. Mirë, dashur Ilir, shumë faleminderit për sqarimet. Faleminderit juve. Edhe për durimin, për pyetjet nga Sbuse. Edhe do bëjtojmë që të me pronar do e bëj. Dakor. Unë pres të shikoj zhvillimet se si to ece në realitetin shqiptar. Okej. Mirë, dashur, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Të marrë dhe punë të mirë. Okej, mirë vjojmë me telefonatën, më mëgjesi. Më mëgjesi, Aldo. Kush jeni nga ti? Moza nga Kamza jam. A, mirë Moza? Jem juve. Mirë, si ke qënë ti? Mirë me thanë. Mirë me thanë, pa. Ha, mirë Moza? Atë e qlasin për temës. Unë them, mësuesit që bëjnë to kurset private, unë them se i ndihmojnë shumë nxënësit. I ndihmojnë? Po. I ndihmojnë sepse në shkolla edukata është për tokë, Aldo. Po pse në shtëpi si është? Flas ka shumë mësuesit nxënësit. Po në shtëpi mësoj, se ku e mësoj? Po në shtëpi, nuk ka kontroll në shtëpi që edukata në shkollë reflektohet në par mënyre. Dhe kur se ke në shtëpi, se ke asë në shkollë, asë lagja, me asë vend. Okej, po, jam dakord me ty. Ka mësues që kanë autoritet në shkolla, Aldo. Dhe mua më pëlqen kjo gjë. Sepse një shoqen time e ka mësuese të shkolla e gjimnazit në Kamës, dhe ka një autoritet në Aldo, sa do e rrep që është me nxënësit të gjithë nxënësit e respektojnë dhe ka rezultate shumë të mira. E qartë. Dhe them që dhe këto kurset private i ndihmojnë shumë, sepse në shkollë nuk e marrin atë që duan. Pse se marrin? Se marrin sepse ja varë mësuesja apo çfarë? Jo, nuk është faj mësuesit, Aldo. Po kujt është faj? Unë them, shiko, faj kam të dy. Si mësuesit, si nxënës. Po atëherë pse do të bëj kursa kur mund ta shpjegoj gjatë orës mësimit? Ja shpjegon, Aldo, po nuk e lën nxënësit e tjerë që të marri atë që i takon. Pse se lën? Në ç'kuptim? Nuk e lën, Aldo, sepse nuk dua të futem në thella tash. Po futemi, pse mos futesh në thella? Të flas në ça. Shiko, nxënësi në shkollë i vë këmë sipër bankës. E pa. Mirë, është tjetër gjë kjo mi zemër. Dakor. Ti dua të dal. Edhe ai nuk e lë tjetrin të mësoj, sepse mësuesja do merret me atë. Ose do ta nxjerr për jashtë, por jashtë nuk e nxjerr dot se nuk lejohet, se s'ka ku shkoj. Është detyruar do ta mbaj atë. Nuk ka ku ti bëj. Edhe ky edhe nga kjo bën kurse.
Po kursi e ndihmon, kështu e mendoj Aldo. Në rregull, nëse mendon kështu, okay? Kursi e ndihmon, po tash ka që nuk kanë lekë që të bëjnë kurse Aldo, normal që po. Po mirë sigurisht. Po sigurisht me zemra, pa diskutim që jo të gjithë kanë lekë, pa diskutim. Po, këtë them edhe unë, po që ai që e ka mundësinë mund ta bëjë dhe kursin. Tash ato që s'kan do marrin atë që ta kanë shkollë. Ti po thua që s'ka asgjë të keqe. Nuk ka asgjë të keqe. Okej. Mirë, Xhan, falenderoj shumë për telefonatën tuaj gjithë të mirat. Ndërkohë, erdhi momenti që ne të përballemi më në fund me Armanin ton të muzikës. Arman më lejo që të shprehim në emër të gjithë redaksisë, të më thënë ngushëllime për kolegun tënd, Valentinën që ndroi jetë. Ngushëllime, Arman. Mirë mëngjes, Aldo, mëngjes në mëngjeja. Valentino. Apo se gjurë? Jo, Valentino, po Valentino ka disa. Ke Valentino... Qa Valentino? Për shumë, Valentino, do më thënë është Valentino Rossi, Valentino është Valentino që ka markën, Valentino, ka di janë disa. Po këtë për të markës, po thime, prandaj thamë homologun tënd. Pra, për të markë. Po mirë se... Po mirë, mo? Në të temi që nuk e kam arritur atë... Në më thënë, lartësinë e ti për të quajtur homolog. Po pse se pas e arriti? Që ka pas më shumë se ty e? Sepse... Po, unë jam në fillimet, për shembull, ai ishte një eksperiencë shumë gjerë dhe... Sa vite o bërë më? Po, le të themi që paka shumë në viti 7 kryesor jetën më ka bërë. Po, nuk përse njëse direkt në Armanin muzikës. Se këtë viti ka të 7 atë? Jo më... Jo të 7 më bërë, viti i 7. Jo të 7. Qartë. Se ka një ndryshim, një viti 7 dhe viti 7. 22 janar sot, që kujtoni dhe festoni muzikë? 22 janar... Me që shikoja unë, dhe më thani, nga këta personazhe që ishin... Më jo, më shiko, që ke bërë në shkollë o burse të tjera të varja? Po, për në shkollë nuk më kujtohet një personazh që të ketë në një ngjarje sot në thënë të drejtën, në një që nuk e ditëlindjen apo nuk e ndodhur diçka. Ditëlindjen e harove? Antonio Gramsci? Ka shpejt e harove? E kemi bërë dhe bjetë e majmënd? Antonio Gramsci. Gramsci, po. Jo, s'kam fituar, në të këtë italian. Ti që pak të dorën dhe njërë. Edhe njërë që the? Në ditë është personazh italian. Po. Por është një personazh që le të themi në muzikë që nuk është njihet shumë. Edhe panoret e muzikës nuk është pas një shumë rrethti, për shembull të mund të flasim për Valentino. Mirë. Nëse nuk është ky, atëherë është ditëlindja e George Byronit. Byroni famshëm. Byroni që shkoi Ali Pasha. George Byroni. Që e kishte qef Ali Pasha, po. Ali Pasha. Në të drejtën janë gojdana, se nuk është se kemi jetuar në atë kohë që ta dim eksaktisht. Gojdana është histori, nuk është... Histori është shkruar, por që le të themi që gjithmonë është e lexuar, sepse nuk është një gjë që... Pa dhe së Beon nuk është e këta kuti, e ke lexu, apo jo? Po, pikërisht pra, prandaj them që ecim gjithmonë ato që sa kemi lexuar. Po, ç'a marr mend nga Byroni? Nga Byroni. Po, nëse ka pasur qef Ali Pasha, mund të marrim mend këtë që ka qenë pak mbështetës i Shqipërisë, nuk ka qenë pak i që ka dashur që Shqipëria të evoloj, ka dashur që Shqipëria të kaloj ato vështirësit. E qartë, po qa punë ka pas bo kë? Lord Byroni, ose Gordon Byron? George Byron. Nuk e fytyra ti kanë qenë shkrimtar në mos ka bërë. Po, përpo, fytyra pa me, normal, shkrimtar ka qenë, sigur. Po, shkrimtar, po... Ja me mbarë mund këtë shejtani, mbarë mund gjitha. Duhet kujtoj në një shkrim... Po, s'na duhet fare me, shtektimi Charles Haroldit.
Apo ja. Pra, dhe jo, po më bëri përshtypje që ka pas qef Ali Pasha dhe mund të bërë diçka të bukur. Mos merr me llafe tani më burr, mos merr me llafe, varja. Po më bull llafet e kolegut ja. Dhe çfarë do ti e the burr, nuk e tha dynjaja. Po. Çfarë do bëni sot me rastin e ditës Bajronit? Si ke menduar të organizosh festimet? Sot, me që se është ditë e qetë, në fakt, ajo që kam menduar unë të organizojmë, është që pse jo mos të kthehemi pak perimeve e drejt. Se gjithmonë njerëzit në kohë shiu se po i bish kur nuk më dal nga shtëpia dhe që shikojnë çka ka aty frigorifer dhe gatuajnë, dhe mendoj të kthehemi pak perimeve, apo ato spesat me gjiz që janë shumë të mira. Dhe sidomos për dashamirësit e alkoolit, të mos atë projnë, do të thënë ta shoqërojnë pak alkoolin me speca me gjizë dhe është gjë e mirë. Për Bajronin këto gjitha, Po, për Bajronin pra. E qartë. Ndërkohë, me çfarë lajme është shkëdhir Muzeqia sot? Lajme më të rëndësishme. Çka ka ndodhur në Muzeqi? Për sa i përket lajmet të rëndësishëm, një zotërie në fakt është ngrindur me bashkëshorten e tij, sepse kishte harruar telefonin në çati dhe akuzonte bashkëshorten se kur ajo. Po pse? Po, sepse ishte ngjitur në çati për ta rregulluar, sepse fikonte, nga që ishin thyer tjegullat dhe kishte harruar aty. Dhe në momentin që po zbriste, nuk e gjeti telefonin dhe mendoi se kur e kishte fshehur bashkëshortja dhe po ja shiste. Dhe ja kishte shitur. Dhe po grindesh me të, derisa ka qenë bashkëshortja ajo që i ka thënë që shiko njëra aty ku ngjite, sepse mund ta kesh harruar aty. Dhe pas kësaj sanget të madhe, edhe pas një 2 dopje vera, zotëria u ngjite dhe gjeti telefonin aty që kishte thënë bashkëshortja. Mirë po, ai u përpoqti kërkonte falje, por bashkëshortja i kishte thënë që nuk kalohet jeta me ty kështu. Dhe do jetojmë për ca kohë ti vetëm dhe unë vetëm, sepse normalisht nuk mund të më ngjitesh të gjitha fat. Por ka gjë më, seriozisht e ka? Po, sipas zotërisë thoshte që ma bën për të më fshehur telefonin. Ose zotëria mund të kishte diçka për të fshehur, sepse përderisa e krijoi këtë situatë për një gjë kaq të vogël, ndërkohë që mund të thoshte bashkëshortes shikoj se kam harruar telefonin dhe hajta gjej. Lore, mora vesh. Tjetër çka kemi? Një 37 vjeçare është ngrindur me bashkëshortin e saj, por është ngrindur edhe me kunatën njëkohësisht, sepse i merrte kunatës lek borxh, dhe nuk i tregonte bashkëshortit. Mirë po, bashkëshorti në fakt është ndjerkeq sepse i ka thënë motrës që ti pse i jep lek bashkëshortes time, pa ditur unë diçka, dhe ku e di ti se për çfarë ajo mund të shpenzoj këto lek, ndërkohë që jam unë që e marr peshën për të kthyer, por nuk kam shumë mundësi për të kthyer. Qartë. Dhe është ndjerë në vështirësi në të dyja situatat. Zotëria derisa i ka thënë bashkëshortit se nëse ti vazhdon dhe bën këtë gjë, ne më mirë të jetojmë pa gjë tjetër. Dhe për ta mbyllur, sushin e kemi sot? Jo, nuk kemi, sepse nuk kemi me çfarë bëjmë, domethënë bamje nuk kemi këto kohë. Kurse me ato çfarë prodhimesh ka tani? Në Muzeqi të Shqipërisë. Por në patlıcan, po. Patlıcan e bëre një herë. Me patate. Po pra. Sushi patate që keni ngrënë një herë ja. Shpresoj. Sushi me patate. Po, me patate e mendova ta bëj. Bravo, shef, ja. Me një mendje pas kënaqë. Për ta mbështjell me lëkurën e patates nuk është normale, sepse lëkura e patates nuk konsumohet. Dhe ato patate që po shikoja unë me lakër ndoshta, nuk e di, po ti pjell mendja vet po. Me lakër. Do shikoj me çfarë mund ta bëjmë diçka që të jetë edhe për afërt me sushi real, sepse thjesht merr dhe bëj diçka merr perime dhe zgjerim. Jo. Ti do të bësh sushin tënd origjinal. Sushi muzeqar. Po duhet gjithmonë që mos ti dalësh nga origjina, sepse marrim Shqipërinë për shembull që bën verë, po nuk apo Italinë, por sigurisht nuk del nga Franca, do të thënë nga origjina. Së dia këta. Mirë, nesër kemi sushi muzeqar. Sushi muzeqar që se qa është, na e lë surprizë, na e lë enigmë Armani Yuni Muzeqese. Vjojmë. Mirë. Jemi me Olën në Shkodër. Zemra mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Aldo, mirëmëngjesi. Çfarë ka era aty? Po, filloj me free pack air, po megjithatë modi është për shi me të drejtën, me fracira.
Edhe dita e djeshme kështu ishte me reshje shiu gjatë gjithë ditës. Në zonat malore u rikthyen reshjet e dëborës dhe ato vështirësitë në qarkullim dhe në gjëra. Megjithatë po mundohemi që ta përballojmë me sukses. Ka shumë borë ka rënë? Ka rënë shumë? Zonat malore? Po. Ka rënë shumë borë. Edhe dje vazhdoi prap bora, se pati një moment që u ndal bora dhe dje u rikthye edhe një herë reshjet e dëborës. Në disa zona pati prap probleme, megjithatë e përgjithshme mund të themi që është nën kontroll. E kemi borën në kontroll. E kemi borën edhe shiun për momentin nën kontroll. Pra situatën, kuptohet, se këto janë punë të Zotit, pjesa tjetër. Ndërkohë në fakt jemi qarkullojnë disa lajme të cilat na kanë shqetësuar. Për shembull rënja e euros që ka prekur pikën e saj më të dobët. Se më sa keni euro në pyve? Euroja ka shkuar 96.24. Mos ka fut tot. Po, që është pjesa më ulët që mund këtë prekur ndonjëherë eure, domethënë është vlera më ulët. Pastaj nga kjo jemi shqetësuar për pagat e punojësve të Spitalit Rajonal të Shkodrës, sepse në disa deklarata që ka patur, thuhet që ato nuk kanë marrë akoma pagën e dhjetorit dhe kjo gjë sigurisht që nuk ka kaluar pa u diskutuar nga opinioni publik shkodran. Çfarë thotë? Dhe nga influencera që kemi edhe ne këtu. Mon influencerat e juaj, Edhe analistët janë influencer, po të shkretë nuk kanë kështu Instagram e TikTok e gjëra, se po t'i kishin, do ishin influencer me shumë dikim, besoj analistët, për vetë vlerat e tyre të jashtëzakonshme që kanë në dhënien e mendimeve. Çfarë thotë? Po, pastaj influencerët janë këto që marrin i falin informacitë kreme dhe i bëjnë prova në shtëpi. Po. Ajo gjëja që bëjnë kështu që t'japin mend se si ti jetosh pak a shumë, pra, se si të zgjohesh në mëngjes. Me se këmbet një influencer të juve? Po, me një analist jo njerëz, se analistët e kemi shumë të shtrenjtë, por nuk e di me çfarë mund të këmbejmë tamam. Se di, këtu në Tiranë një influencer këmbet me gjys hidrauliku. Me gjys hidrauliku? Po. Është rritë çik. Është rrit paske, jo, aty që nga shumë influencerat. Se ne kemi pak më të thjeshtë, me një qerek marangozi ndoshta. Ose me një derë dur alumini. Aty po, se janë të kjo pjesa e ndikimit të madh që kanë. Megjithatë, diçka tjetër për shembull ishte shumë interesante. Tu të neve kanë nxjerrë ofertën, për shembull, merr një elektroshtëpiake. Ke edhe një influencer falas. Jo, mund të marrësh tjetër me gjysmë çmimin dhe një influencer falas. Ju i keni ofertat e majme. Tu dhe ne kemi vetëm 1+1, domethënë ne merr edhe një influencer falas. Mirë. Gjëra që ndodhin. Po mirë, gjëra që ndodhin tani çfarë po shohim. Për shembull, në Shkodër kemi patur një shfaqje koreane. Na doli nami që ne në teatrin ton japim shfaqje të jashtëzakonshme. Dhe kështu erdhi një trup nga Korea e Jugut dhe bën një performancë. Nga Korea e Jugut apo e Veriut, kujdes. E Jugut duket, ishte? Nga kamioni, si ka ai? Po, erdhi një trup nga Korea. Po pse sollën në Shkodër? Po, që të bënin ato performancën e tyre, me këngë, me vallë, me gjëra, po e bën performancën, kishin edhe publik, i fan, ishte vërtet gjë interesante. Po çfarë kishte interesante aty? Po mënyra se si kërcenin, mënyra se si këndonin. Si kërcenin, mi amon? Po kështu si më të lehtë, më të shkallët, më... Moj, mos u ka ardhur cirku. Jo, nuk ishte tamam cirku, po ishin kështu trup koreane, artistike, dhe ishte vërtet gjë e bukur, duke qenë se ne jemi mësuar me shfaqjet artistike me të drejtën, nga e gjithë bota, kryesisht Europa, por që Korea është tjetër gjë dhe e mirëpritem me shumë kënaqësi edhe këtë pjesë. Ndërkohë pastaj çfarë hëngër për drekë? Po sushi to kanë ngrënë edhe ata. Ishim shumë se qemë, kishte provu sushin to. Po pra, jo, është shumë e mirë, po e kanë lënë që ta provojnë atë me patate. Po mirë. Nuk e kishin provuar ndonjëherë. Mirë, në rregull. Mirë, Ola, na mjafton që me Koren na ngopin atë projë.
Okej, atëherë, me këtë lajm korean të dashurisë që bie të mbyllim programin për ditën e sotme, duke ju uruar gjithëve një ditë sa më të mbar, sa më të qetë, kalofshi mirë dhe me kismet Zotit dëgjohemi, shikojmë sërish nesër. Tung tung.